Plan 30 ditor mësimi, tregtim Onineva 4, psikologjit të disiplin dita 23, disiplina ditore të arsyeja posër për këve prime dhe çfarë shumë fitim. Dita 23 është dita kur kupton se tregtimi profesionist nuk ka të bëjë me sasinë, por me cilësinë e vendimeve. Shumë njerëz mendojnë se sa më shumë të tregtojnë, aq më shumë do fitojnë. Realiteti është krejt i kundërt. Qëllimi i kësaj dite është të kuptosh çfarë është disiplina e vërtetë, të mësosh pse më pak veprime sjellin rezultate më të mira, të ndërtosh rutinë profesionale ditore. Çfarë është disiplina në tregtim? Disiplina është aftësia për të respektuar planin edhe kur nuk ke dëshirë, të mos vepruar kur kushtet nuk plotësohen, të ndalur veten nga veprimet emocionale. Disiplina nuk është talent, është zakon i ndërtuar çdo ditë. Tregu nuk shpërblen zgjuarsinë momentale, por shëndrueshmërinë. Pse fillestarët tregtojnë shumë? Fillestarët tregtojnë shumë sepse mërziten duke pritur, duan ndjesi veprimi, gatërojnë aktivitetin me përparimin. Ata mendojnë, nëse jam aktiv, jam duke punuar. Në tregtim, kjo është e gabuar. Pritja është punë. Mos veprimi është vendim. 3. Pse tregtimi shpesht ul fitimin? Tregtimi shpesht rrit gabimet, rrit lodhjen mendore, ul cilësinë e analizës, rrit ndikimin e emocioneve. Sa më shumë veprime, aq më pak përqendrim, aq më shumë shkelje rregullash. Çdo veprim ka kosto mendore. 4. Fushia e përzgjedhjes. Tregtari profesionist nuk kërkon veprime, përzgjedh veprime. Ai pyet: a plotësohen të gjitha kushtet? A është kjo një mundësi e qartë? A ja vlen rreziku? Nëse përgjigjja nuk është po për të gjitha, nuk vepron. Jo çdo ditë është ditë për veprim. 5. Pse më pak veprime rrisin fitimin? Kur tregton më pak, zgjedh vetëm mundësitë më të mira. Ke më pak humbje emocionale, ke më shumë qetësi mendore. Ruan disiplinën. Një veprim i mirë vjen më shumë se 5 veprime mesatare. Cilësia gjithmonë fiton ndaj sasisë. 6. Disiplina ditore si duket në praktik. Disiplina ditore përfshin analizë në të njëjtën orë, respektim të rregullit një veprim në ditë, mos ndryshim të planit gjatë ditës, mbyllje të platformës pas veprimit. Kjo rutinë ul stresin, krijon stabilitet, rrit besimin në proces. 7. Gabime të shpeshta që thyejnë disiplinën. Hapja e veprimeve nga mërzia, kërkimi i veprimeve pas humbjes, ndryshimi i rregullave për këtë herë, krahasimi me të tjerët. Disiplina thyet gjithmonë me një justifikim të vogël. 8. Ushtrim për ditën 23. Shkruaj qartë. Sa veprime është maksimumi yt në ditë, në cilat kushte nuk vepron kurrë? Çfarë bën pasi mbyll veprimin? Ky ushtrim e bën disiplinën konkrete, jo abstrakte. 9. Çfarë duhet të arrish në fund të ditës 23? Në fund të kësaj dite duhet të kuptosh se pak është më shumë. Mos ndjesh faj kur nuk vepron. Ndërtosh rutinë të qëndrueshme. Respektosh planin pa përjashtime. Përfundim. Tregtimi nuk është maraton veprimesh. Është seri vendimesh të zgjedhura mirë. Kush tregton më pak, mendon më qartë. Kush mendon më qartë, fiton më shumë.